Kryeministri Mickoski potencoi se studimi I fizibilitetit, që sipas tij ishte porositur nga ish-qeveria, ka treguar se parkingu në qendrën klinike Nën Tereza duhet të menaxhohet nga operatori privat. Ai vlerëson se pronari aktual, parkingu I qytetit Shkup, s'ka kapacitete për të vendosur rendin me rrëmujën që krijohet në kompleksin e klinikave. Është publikuar shpallja, është paraqitur vetëm një kompani, asgjë s'kemi nënshkruar, asgjë s'ka përfunduar. Nëse opinioni nuk është I kënaqur, nuk do të thotë se do të nënshkruajmë marrëveshje. S'ka vendim qeverie. Ne si qeveri duam që ta organizojmë rrëmujën. Atje menaxhon parkingu I qytetit, le të krijojnë rend. S'kemi asgjë kundër, tha Mickoski. LSDM-ja dënon ashpër marrëveshjen e qeverisë Mickoski dhe ministrit të shëndetësisë Arben Taravari, ku parkingu I qendrës klinike I ndahet kompanisë Gjoka nga Shqipëria, siç thonë me kushtet nënçmuese për shtetin dhe qytetarët. Skandaloze dhe e turpshme është që Ministri për Shëndetësi arsyeton rritjen e çmimit të parkimit në qendrën klinike me çmime të qendrave tregtare. Qytetarët do të paguajnë 50 denar për një orë, e jo 30 denar siç ishte deri tani. Ky është kulmi që të barazojnë njerëzit që luftojnë me jetën me konsumatorët në për shopping qendra. Pacientët në mesin e të cilëve edhe të sëmur nga kanceri dhe sëmundje të tjera të rënda s'kan zgjidhje, duhet patjetër të vinë në qendrën klinike, kurse qeveria I shantazhon me çmime të larta parkimi, thon nga LSDM. Parkingu I qendrës klinike universitare duhet të menaxhohet nga vet institucioni, shprehen të prerë nga ASH-ja e Zjadin Selës. Sipas tyre, vendimi I Ministrisë së Shëndetësisë për t'ia dhënë menaxhimin e parkingut të qendrës klinike universitare një kompanie private anonime ngjall dyshime për mundësi abuzimi dhe keqpërdorimi. Qendra klinike universitare do të kishte kontroll të plot mbi të ardhurat dhe shpenzimet e parkingut, duke shmangur ndërmjetësit privat dhe rreziqet e keqpërdorimeve, prioritet për stafin dhe pacientët, thon nga Aleanca për shqiptarët. Operatori privat nga Shqipëria, Gjoka Construction, është kompania e vetme që ishte paraqitur në thirrjen për partneritet publiko-privat. Nëse fiton marrëveshjen, do të obligohet të investojë në garazh me kate, por do të inkasojë 50 denar për një orë në vend të 30 denarve sa është aktualisht, kurse shteti duhet t'i transferojë vetëm 1% të ardhurave vjetore.